Kuptohet video tani në dimër janë pak më të rralla. Qyqa. Ju turqeni. Dhe jemi në Miz. Miz. Kulla 360 gradë, po që për të ngjitur atje tani stresi s'ka shans të ngjitet. Në asnjë mënyrë. Ja kur të bijem tani në sekonde edhe Përshëndetje të dashur miq. Jemi përsëri në rrugë. Këtu ndodhemi në autostradën Fier-Lushnjë. Saktësisht e pushimi i shoferit që i thon. Dhe këtu do të kthehemi dhe ne. Destinacioni ynë për sot është Divjaka. Këtu do pasur shumë kujdes, sepse është pak ters, do thosha, kryqëzimi. Të gjithë ju do thoni që nuk është normale për një autostradë të tillë, për një ngarkesë të tillë trafiku. Aty duhet me mbikalim, por gjithmonë bëni kujdes. Kuptohet video tani në dimër janë pak më të rralla, sepse edhe koha nuk na ka favorizuar për të bërë ndonjë udhtim të diellave. Dje ka qenë shumë shi, sot është ditë e diell. Sot zgjodhëm Divjakën. Më duket se jam vetëm në motor sot. Por mua e kisha. Ja dhe stresi. Unë thash se isha vetëm. S'po flisje fare ti. Po jo, po të lija që të mbaroje, pastaj të filloja unë. Se kur flas unë, pastaj thua, ja, shikon? Më ndërpreu stresi. Temperatura sot është 15. Janë kushte optimale për të bërë një xhiro në motor. As ftohtë, as vap. Në këtë zonë papaqet janë shumë, janë të shumt, siç po shikoj. Në qoftë se në qytetet të tjera i shikojnë për delivery, këtu i kanë si mjete pune, mjete transporti, dhe janë realisht shumë. Problemi është se çfarë shikojnë rrugës nuk e mbajnë fare helmetën. E kemi thënë dhe herë të tjera, kur hipni një motor, helmeta është minimumi që mund të bëni për veten tuaj. Në shme pakta. Qoftë edhe 50 metra të shkoni, helmeta është e domosdoshme. Po shpëton jetën. Sepse siç e kemi thënë dhe herë të tjera, aksidenti nuk është çështja do ndodhi apo jo, çështja është kur do ndodhi, se për ndodhë do ndodhë. Kështu që urdhro
Si që thamë që është mjetë pune papaj që këtejna kjo zonë, por Elmetën atë që nuk e njojnë fare. Këtu do pasur dhe kujdes, sepse her pas here në lajme kemi parë aksidentet të ndryshme, edhe me fatalitet për motorat, që se që thamë qarkullojnë shumë motora, shumë papaq, vendat si tu e preferojnë shumë, dhe ata që janë për makina janë të papërgjeshëm. Duhet ta kuptoni që me motorat nuk duhet ta hani inat, sidomos për ata që kanë mjet transporti ditor, sepse një motor, në qoftë se aksidentoni një motor sot, nesër do keni një makinë më shumë në trafik. Kështu që i respektoni. Siç po e shikojmë, trafiku në qytete po bëhet sa vjen edhe po vështirësohet më shumë. Dhe mos prisni që të rregullohet më. Është e kohë të ikni me shpresë. Kështu që për ato lëvizje ditore duhet gjeni mënyra alternative për të shkuar, harrojeni makinën. Okej, ja kuptoj kur bie shi, por ditën ngrohta dhe me diell, nëse ata që kanë mundësinë për të marrë një motor, një biçikletë, diçka të tillë, qoftë urbanin, do ishte mirë sepse mos të presim më që themi fajin e ka XY. Nuk po zgjatem më tej sepse ky kanal nuk është fare kanal për politikë dhe për gjëra të tjera. Por duhet ta shikojmë dhe ne nga vetja jonë çfarë mund të bëjmë që e para njerë për të liruar veten tonë. Jam dakord duke të thoj dikush, një nën, një baba që ka 2 fëmijë të vegjël në dimër, bie shi, duhet i çoj në kopës, në shkollë. Nuk po them për ata, po them për gjithë ju të tjerët që keni mundësinë, që keni një patent motori, keni mundësinë, jeni të aftë për të ngarë një motor. Dhe kjo është ajo mënyra alternative për të lëvizur. Atëherë kjo është, nuk e di sa duket në kamera laguna, besoj se duket. Ne do vëm tek ai pylli atje, do kalojmë. Këtu do patur kujdes, sepse këta s'kan as sinjalistik asgjë, mund të kthehet pa pritur. Ja dhe çunat. E që nga goxha e prapur papashi këtu, Shumë fare. Atëre këtu zharneci mbaron. Dhe jemi në Mizë. Mizë. Këtu tani do përshëndes dhe një mikun tim, Englin. Engli të përshëndesim. Të them të drejtën, aty te pylli me Engli kam vajt për herë të parë. Engli kur të shikoj videon është e sigurt që do më marrë telefon dhe do më shaj. Qyqa. Ju turqeni. Gjo mua, me ato që ke veshur ti më beso. Do t'ingele dhëmët. Do t'ingele dhëmët aty qenit. Do t'ingele dhëmët. Kështu që Engli, sot jemi për filmim, prandaj nuk të morëm telefon. Nuk e pse mërzitesh.
Në shqyr që në mbajti koha sot. Po, e vërtet, se vajti kaq kohë që po bëm vetëm shih. Të dilim pak. Edhe këto udhëtimet shumë të shkurtra janë, okej, të bukura janë, po janë pak të lodhshme. Ti erdhi zëri stresi, po fillon po komenton tani. Jo, unë jap mendimin tim. Me mua të them drejtën këto udhëtimet shumë të vogla, unë i dua sa më të gjata të udhëtimet. Stresi, po nuk i bëre çik reklam kanalit që njerëzit që na shikojnë të bëjnë subscribe, Po, patjetër. që video tona të ecin sa më shumë, algoritmi YouTube-it Po, duhet kanalin ton Art 2 Adventure ta promovoj sa më shumë. pse jo të na bëni sa më shumë like, të na bëni sa më shumë shpërndarje. Edhe subscriber ata që shikojnë videon, sepse në bazë të klikimeve që jo klikime, në bazë të shikimeve që merr një video, vetëm 10-15% janë ata që kanë bërë subscribe, kështu që edhe ju që nuk keni bërë subscribe nuk ju kushton asgjë. Biles njoftoheni nga të parët kur del një video e re. Kush ka qenë këtu dhe mund të na thot në një vend që duhet të vemi, ose më saktë që duhet ta kishim vizituar, që ta kemi Për herën parasysh për herë tjetër, qoftë edhe vendas, mund të komentoj. Atëherë këtu erdhëm në Divjak, mos apo shikoj. destinacioni për Divjak e zgjodhi Nandi sot. Ku do vemi? I tham njëri tjetrit, nuk e dim, i thash unë. Hajde t'ikim. Po ku tha? Po ndërkohë ishim veshur thuaj. Tu duhet të jetë qendra tani. Po. Sot është ditë e diel, nuk është se ka shumë qarkullim. Kjo si rrugë është e bukur. Po, e lezetshme. Besoj mbas ditëve në verë, këtë duhet ta frekuentojnë shumë vendasit dhe turistët. Për ecje. Sa kohë kisha pa parë të karrocat me kuaj, shumë kohë. E bukur kjo si rrugë. Po ofrojnë shumë tani. Nuk e di mos kem ndonjë problem me mikrofonat, mos tash në zhurëm. Këtu tani është laguna, ty kemi qa është si me drasa për të kaluar. Është. Po. Pas ka goxha qarkullim me makina, do me thëmë. Preferohet shumë. Po lezetshme. Mirë është të këshim vajtu një të këshim parë. Ja, shëtitje dhe për Shëtitore, që nga shëtitore larë, shu sa bukur që nga. Po. Që nga, Është shëtitore. po. E bukur, e lezetshme. Sot është dhe diel. Kulla 360. E lezetshme. Që qa bëte, ja? Po. Zgar. E ndjen aromën e salqiceve. Kulla 360 gradë, po që për të ngjitur atje tani stresi s'ka shans të ngjitet. Në asnjë mënyrë. Shko si kanë bërë njerëzit.
Tani se dia e zgara tani është e restorantit, e lokalit, Jo, apo do ta kem personal. e kam bërë personale vetë. S'ma amën jetë vetë personale, se mos e s'kan marrë edhe tavolina druri me vete. Po të tavollat besoj duhet jenë aty. E shkon tymi që vinë. Mhm. E lezetshme. Ka shumë gjelbërim. Po mirë se mes pyllit jo mes pishave, që pret. Ose Që nga si pylli sodës në Vlorë, po ta shikosh. ndonjëherë ndodhesh në mes të pyllit edhe i ke pemë të prera. Kështu që Po sot edhe ka ndalë njerëzit se u kalë bën brënda me gjithë të shi që ka rënë. E na thot për 950 metra arrim, po ne do vazhdojmë dhe në fund të rrugës, të shkojmë ku na nxjerr kjo rrugë. Dhe do kthehemi përsëri nga kjo që të shkojmë atje ku kemi vendosur. Zona ka shumë restorante, taverna si mund ta quajmë. Sot rrugës në autostradë që po vinim pam kishte edhe motora. Me zi kam pritur me thënë një ditë të diell që ka dalë dielli. Atëre ne i blijem që, apo jo akoma. Që pas ka jam këto. atëre ne i blijem që të kthehemi diku këtu për të vajtur te Alikali, po ja. Ja edhe Kali këtu. Alikali, për ju që nuk e dini dhe që ja vlen të vizitohet, është sepse ta sjell peshkun e zgarës, ta sjell në mbi Kal, e bën si show. Ja dhe kuajt. E kanë marrë me Terezi. Kujdes tani se mirë makina po neve. Ne një do të Jo ideja se mos trëmben edhe. Qa patë mu? Po. Ne na ke Stresi të dashur miq nuk mban fare presionin. Cikli vizi kokën ai Kali aty. Po e kam, jam bërë me këshu me jenë. Qa thua ti? Ani të dashur miq kalon edhe vetëm ndjen këto aromat e zgarës që gjitho restorante që nga zona rrafshme. Ja, si që thamë edhe këtej pas ka pasur motora sot. Nga do vemi ne tani. Këtej. Këtu dollëm jashtë fare në s'kam asfalti. Më duket që ishte ati ku kthesh, që ish pak, ose mbaj mund. Po rinë mes të rrugës, qa ti bëjmë? Nga po vemi ne tani? Nuk e di, ktheu. Jo, do kthehemi Se kalove ti. këtej stresi s'ban fare për të rrugë. Jo. Po kjo nga vete kjo rrugë, hajde kalojmë një këtej. Po maksimumi do bësh me balë të stresi. Shkrepe si shkiste?
Po pse fut aktivitet? Po koto dhe, ç'a di bësh, kur s'kemi ç'a të bëjmë, maksimumi do ta marrësh me këmbë. Duhet të ndrojmë gomat, a? Ku vajtëm këtu ne tani? Nuk e di. Po ta dje do Janë si kabina plazhi, të thoja. duhet të bëjmë goma 50-50, që si po shket, e? Ja, kur të bijem tani në sekonde edhe të shikoj. Edhe do qeshim, po ti thuaj në gjë tjetër ti o stresi, sa e the di? Pse s'thua ti të gjim në një thesar? Apo një më të madh do gjim thuaj, e? E the vetja. E kuptoni ju të dashur shikues, si dhe ajo, ai fëmia i vogël që i tha ç'a do bësh kur do rritesh? Një më i madh do bëhem, tha, se kështu më thonë. Ka qenë gjigant. Kështu që hajde kthehemi, vazhdojmë këtej. Çuna duhet të mësojnë që duhet të mbajnë se s'bën helmetën. Ne nuk do rreshtim duke e thënë. Ashtë këtej. Ndej është, po më do të kuptoj. Pas ka njerës goxha. Ajo zëra. Këtu në verë ka shumë qarkullim, sepse është plazhi aty. Dhe ka tej masë shumë makina, plazhista. Atëre, këtu mbaron asfalti më duket, me sa po shikoj, që nga balt nuk kemi ndërmend të Rëshkasim. rrëshkasim. Është sigur dhe ty që rëshkat? Do ta provosh? Jo, unë shikon unë zbres edhe Jo, problemi okej, hajde rrëshkasim ashtu, po problemi është se do bëhemi me balt. me balt pa. Se re në rërë edhe hajde u ngrite u shkunde, jam dakord, po. Je shko ti do të qosh në motorin për të lajmë në lavazho, po do të lajmë dhe ne atje. Po, para se të vesh në shtëpi, e drejt. Kështu që të dashur miq, nuk vazhdoni dot më tej të shikonim se çfarë ishte. Ku ishte ai kali? Pak më poshtë për të vetë. Besoj kur është vapa në verë këtu do jetë shumë bukur, shumë freski këtu. Po, nga pisha. Do jetë kënaqësi tjetër kjo. Divjaka fish, këtej. Ku ishte kali këtu apo? Më tutje? Pak më poshtë më duket. Ja, ku që nga. Po mos është mbyllur kjo apo jo? Kuptron? Mos është mbyllur? Nuk e di. Po shkoj një gardh aty. Apo jo që nga këtë janë sërë. Si i thënë fshat që i thënë komplet, pas ka makina, do ketë që njerës. Po. Ku do parkojme dhe ne? Balta balë që nga mirë. E ne besoj s'ka nej problem të alën këtu ne. Si thua ti? Jo, do shumë një përshëkej.
të zbresur. Mirë do bësh. Si kalon? Mirë, qa ke bërë? Ka njerëz? Po do gjim në një tavolin besoj. Ka në një tavolin bosh. Kujdes në ndi se ka shumë valtë. Pjesë e natyrës është dhe balta. Të dashur miq, këtu jemi tani në tavernën e Alikalit. Aliu është do vi një moment tani. Këtu që ta keni parasysh është 2000 lekë personi, peshku është pa limit, ofron vetëm peshk, edhe kalamar, mund të porositesh sa të duash. Dhe ju pagoni vetëm për sallatën, pijet, shtesë do me thënë, 2000 lekë dhe peshku është pa limit. Ja dhe zotria që po shërben. Minuta? Mund të filloj? Patjetër, pse mos filloni? Si urdhëroni këtu? Më lejo mikesh. Atëre Aliu dora vet. Po pse kur erdhe merr në parë me dole ti? Ishte bia? Është biljaku. Atëre ky është peshku dashur miq. Mund të porosisni sa të doni. Dëgjoj. Minuta? Hapa krau. Prapo. Prapë, ha? Prit me skapën themi. Ua. Mjafton. A sallata asgjë, ha? Direkt. Erdha tani se po hamë bukës. Në rregull. Ka të drejtë bratë. Po qa thuat? Shumë. Këtu gatuhet peshku famshëm, ha? Iku Aliu, sa e mori, do veta shërbej tani. Tani të dashur miq, po marrim rrugën e kthimit. Stresi është bllokuar nga të ngrënat. Shumë fare. Jo se vra shumë, po... Atje ka Atëre te Alikali, siç e thamë edhe në videon atje, ka ushqim pa fund. ju paguani personin 2000 lekë, të reja kuptohet. Pije sallat më duket janë ekstra, i paguan me njanë. Me thënë 2000 lekë personi, ju keni peshkun pa limit. Sa të mundeni, Aliu vetë është zotria që kalonte me atë zgarën dhe vetëm shërben, vetëm të eth në pjatë. Më besoni nuk është fare cingun, nga një anë duket sikur e shpërdoron. Me thënë të bëm të hash me pajir. Djalin që na shërbeu e falenderojnë, na qera si pijet.
ja vlen të vini ta provoni. Atëre të dashur miq, Stresi, ke ndonjë gjë për të shtuar ti? Tani për momentin jo, më vonë base. Si për moment, tani do ta mbyllim videon, e çfarë bëjmë? Po jo se tani, s'ka shpejt do ta mbyllësh ti. Po çfarë do t'rregojmë? Më vajtja në njëjta rrugë, s'ka lidhje. Nuk ke ndonjë plan tjetër, do të thënë që të vëmë në një vend tjetër. Jo, po më pëlqen që pas kemi shumë motora sot. Ka të gjitha llojet e motorave. Si skutera, si Harley. Atëre të dashur miq, mos u kurseni, na bëni një like, Një subscribe, atje një klik i vogël. Se kjo na ndihmon vërtet shumë që ne të... që kanali të rritet sa më shumë. Po pse s'ma le ta përfundoj? Dhe presim sugjerimet tuaja. Ndonjë... Që nga më varka, të këtu më duket se bëhet të bëjnë shëtitje me varkta. Më beso tani po të vëmë ne të dy nuk do ta fundosim barkën. Vetëm na peshat e rrobave. Alo, më dëgjon? Po, alo. Alo. Atëre të dashur miq, ne po marrim rrugën e kthimit. Ju falenderoj kush na ndoqi deri në fund. Dhe shihemi në videon e radhës. Stresi. Gjithashtu edhe unë do thosha të njëjtin gjë si punën e Nandit, por mos harroni të na bëni subscribe. Sa më shumë subscribe, aq më shumë ne rritemi dhe aq më shumë video të bukura do të bëjmë. Kështu që shihemi në videon e radhës. Bye.